Mu më tha u këshinuati. Halil, i thash ta, o e di, tha Halil, që kanë me na sulmu, edhe kanë me na vro, se gjithë shka për na thënë. Ate mjashori ka hy, 2 hopa mrena ude, mrena ka hy, edhe ka thoa ini si ini bura. Serbia i ka qu. Pse u vronë të 11 ditë? Me vje shumë keq, që i kena lun krejt vetëm. Unë, me 22 shkurt, ju morë mi dërgu një mesazh të u këshinuetit, cilin ja ka dhonë mëtra, cilin ja ka dhonë këshini mëtres vetë mërvetës. Mërvetë anë gjallë që në Prishtinë është jetën. Ajo më ka thonë mu, shko Halil ti qëje, se unë nuk muj me shku mollit, për shkak se anë shumë rrezik. Unë e kom qenë shok i ngushtë i u këshinuetit, se në burg Lublonës kemi qenë bashkë. Pas si më dollë për 7 vjetë e gjysi ku mojtë burgun, a i ka neja aty në burg Lublonit një periud këhure, edhe e kanë këthyje, kanë pru përsëri ka. Mas i kom dollën prej burgut, 1987, me 30 gusht ju më dollë, me njëherë kom shku 30 ditë të u këshini, më nuk ju më dollë prej u këshinuetit kur. A i ka njët politike ndërkombëtare, kombëtare. Kur e kanë morë burg, u këshinin, se për u këshinin me full shumë, kom me ditë tëra. Kur e kanë morë, e kanë qunë burg atje, mëtres ja ka dhonë një mesazh, se të 2 politikat kanë dhonë leje me i vroja shartë në mënyrë që më shu kryngritja në Drenicë me morë mesazh popullit dhe të tjertë, se kështu që ka ju bënën atyne, e mos u qëni, mos u ngritni jo. Se 2 politika e Kosovë, politika Serbisë ka morë leje me burgos u këshinuetin, e ka burgos me leje të politikës Kosovës, edhe i ka sulmuja shartë me lejet politikës Kosovës me datën 5, 6, 7. I ka sulmu 3 herë. Herën e parë, 1991, jenë sulmu për shkak se i kanë pas tesha të ushtarake vesh. 91. Robat ushtarake jenë pre 11, 90. Donkun e parë ka morë Hamza Shari. Kur jenë sulmu që të në 91, unë ju morë me shkollë, se ju ko profesor. Ju morë me shkollë, me arsimtar, e Hamzan të dera ka qenë kënë fund shkollëve, ka qenë, ma ka gjitë për qafe, i kom thonë më së më rëkë për qafe, se me bo me jetu këta që jam me ty, unë nuk mëj rima, më në drenas. Hamza u ko kërë shkollëve. U e kretjen ko të lidhur me pushtetin Serbë, s'lonshin kërkundra atë të të njekë politika Kosovës. Sa të dush ka posë. Po edhe në arsim jenë kohë, kretëm kanë për cilë mu, tha shefi sigurimit mu të Drenosit, qka për fletin klasë, nëzënsit për ju ka të zojnë arsimtarëve, arsimtarit për ju ka të zojnë drejtëri 5 herë dit jem thret mu, unë s'povimet morë, se di ku shje, po për thret komandiri, për çdo ditë më thët kur me orë me të morë. Nash në lja pa këturin të këti problemi, nash s'kom qore pa të burgës. Kombëtarisht, se na ishëm të lidhur me që këto probleme vazhdimisht, se familja atyne dhe familja jam kanë qenë të lidhur familjarisht, se këta janë abri, unë jam i abris, ta abri janë dalën këtu, Berish e Kuqion janë me fis, na gjithje na ko bashkë. Me 22 shkurt kur ju mordhën këtu, e kom dërgu amanetin e u këshinuetit. Hamza ka thonë, Hamzës, i thash Hamz, e kini mesazh për ju këshinuetit. Leja është morë, me ju vro, tonve, nërë që neve me na dhonë mesazh, mos më qu kunder pushtetit Serbë, që ka ju bënën jasharve, nuk bënë më qu më. Kretë kanë qenë kunder. Hamza i thash tha, o e di, tha Halil, që kanë me na sulmu, edhe kanë me na vro, se gjithë shka për na thënë. E di, tha Shqipi ju thënë gjithë shka. Edhe Hamza i ka pos tesha dvesh kur u sulmu herën e parë, tesha të ushtarake. Për kretë bre, për kretë Skenderoj, nuk më thëmë që kanë qenë në presion. Kretë Skenderoj kanë qenë në presion, se
politika atëherë ka qenë ma shumë e lidhur me Serbi se me kombëtarizëm tonë. Këta është çudi e madhe sa bashkëpunëtorët, mu më thau këshinuati, Halil, mos ik pe policisë serbe. Për çfarë arsye i thash, ku të qitë shopin, ku të shkojsh e din se shpionat krejt për njëftojnë. Edhe më tha mu edhe serbin në stacion policisë. Ku të që shkojnë dhe aty na e di. Krejt e dishin, ku ju më konë cilënohet, qka ku më folë, qka ku më thonë. Po ty brave të këtë, se për na thu edhe në stacion. Du Republikë, se na ta kënë Republika. Dhe Republika nuk na vyke ne kur gjo ma shumë për avancim. Se Jugoslavia kishte fundin e shpërbërjes. Shpërbërja Jugoslavisë me në nëzonë me Republikë, në nëzonë ke me armatim, me teknik, me të gjitha si Republika tjera, pra da shqiptarët me i organizu në luft, na për 3 muaj dilshëm Serbisë në prekup Lenish. Mirë po, udhëheqja politike e Kosovës, komiteti, udhëheqja politike, sigurimi, policia, këta i kanë mbyllë të gjitha proceset, se 3 herë jenë konë qeveria të jashartë. Ka qenë, e di për shka u konë Rugova, e di për shka u konë Azem Vllasi, e di për shka jenë konë këta bashkësia fetore në krymë Recep Buja Najm Tërnovën. Se pushteti mas mromit i qënë ata. Ora 11 janor ishin kanë ardhë Recep Buja Najm Tërnova dhe një gazetori Fes Islame. Tea Gjoku ka qenë ullë, Shabaja Shori, një fmi vogël ka qenë kënd, Homza Shori ka qenë të Parmoku, ullë, Ademja Shori ka hy, 2 hopa mrena ude, mrena ka hy, edhe ka thoa ini si ini bura. Ka e orë, tha të Recep edhe të Najm. A i një orë mullit të asfaltit. Tha e në orë, tha asfaltit. A i keni ro për kamaran, tha pu. Ka dëni mu këthy. Mullit të asfaltit, tha asfaltit. A i bini për kamaran, pu. S'kom pun me juve. E u këthym ropa dhe u dollë. Do më thonë s'ka folë me Naimin, as me As një fjollë se ka folë, sa ka nanaj dhe në orën 6 në bromje. i bjen që i ka shu dikush ata. Ata jenë ordë me mision. Me mision u ordë Brahim Rugova, me mision u ordë Azem Vllasi. Ju thonë dërzanu, a? Azem Vllasi tipik me krejt grupin që ka qenë, që i ka pos edhe dë shok të në prekaz. Azem e ka pos një shok të vetin prekaz. U ordë me ju thonë dërzanu. Jenë ordë me mision, Serbia i ka qu. Pse u vronë të 11 ditë? Këtu është aja poenta kryesore, që unë nuk e kom thonë asë njëherë. Kontakt pri ofër ato dit me Ademin, qka thejke? Me Ademin jo, me Homzën po. Me Enver Haliti u konë koordinator që i ka enë kretë punë me Homzën. Edhe unë me Enverin e në ataku, se e në konë 3 shqipor. Mirë po unë, në logjën time, asë një njëri s'ka egzistu atë natë kur këta me nëgjesjen sulmu. Dhe më thonë, një dit para su më sulmu, në logje kënë prekaz, asë njëri nuk Jo, në Drenas 3, në logjë ku unë jetëj. Asë një njëri, se Alil Kuliqi i ka prej 2 polic me sakicë. Kanë me na sulmu shkijet, kanë me na vro tonëve. Ka nikë në qatë pretekst. Në unën tjetër, u konë thirje, po i sulmën i ashartë, sulmën edhe këto, se edhe kjo është pjestari tyne. Po, e tash logja e kishte mor informimin, edhe ka nik logja, kret, prej aty e ndollë që ka të djetër, që ka të vjetër, e ndollë gradic, kret ka nik këtë teritër i popullatës dhe që ka të va, ku jam unë Drenosi 3 tash, asë një njëri s'ka egzistu atë në logjë. Unë me gruën, me nunën edhe me bobën. Fëmini ku mi e këdhën, edhe vlot i thash, meri fëmin tu, edhe fëmin e mi, se diçka unë ka rëtulluet, se asë një njëri s'përrin po ikun tonë. a kishe frikë? Po në pota frike, s'pota frikë, unë e që atë, unë e gjithim ku nër presja, nër frikë. Te në orën 3, kum në teros. Në 3:15, jëmë shku me ro.
Në 3-5-3 ku fjetë. Kur më ka qu shuë që pe gjumi u dridhë ke rejoni pe të pa pe gjumi. Qu që u bon diçka thët shumë e modhe. Atje në drenas njëshin të pat se i kishin rrëtheku këta 25 tenka i ka pos veç gjithë pjesë nalë. Se unë e di prekozi 25, dikun ofër 100 tenka, tonë këse e në kontë rrëtheku në prekaz. Me 1000 ushtarë. Këta kanë bo një heroizëm, pa shëq, që nuk mund është mi përshkru, as me një orë, as me një dit, as. Ato krizma e dite që kanë orë në prekaz musulmuar? Sen s'kum dit ku pësulmuhen. Se tash na i shumë kretë në presjone, po mu më një herë më ka mormenja që këto janë të sulmu. A ju munu me orë? Ja si munu. Se na kretë rejna, nuk dojtë me rejt. Unë jumë përqendru tash atë që po mësëlmojnë edhe mu. Edhe unë s'kom dosht me ikë për shpije, edhe me dollë, se nuk e kom dit, direkt, drejt për drejt, se kam dit. Edhe dëshok që po flosin e po thënë, jemi kohë unë e di edhe ku kanë ungër buke, ku kanë neje, se në kohë ishë me kilometra ofër tyne. Me vje shumë keqë, që i kena lënë krejt vetën.